vepron. Pra, fjala hased është xhelozi, është zilbi, është inat. Me pak fjalë, kur për shembull kemi në shoqërinë tonë shqiptare, fatkeqësisht kur është sheh që po përparan ku i shija se dikush ai ka inat, i vjen inati. E shem në sy të keq. Edhe i vjen inati kup, si thonë na, kështu edhe në brendësinë e vet, pse ky po mbrinu në ja. Mirë po ai ka punuar 10 orë, ti s'ke punuar 1 orë në ditë. Ta bëjmë diferencën, me këtë diferencë. Pse ky ka mritën ato seme? O zotni, ky nuk flen 3 sahat gjumë, që rren kohë 24 orë në gjumë. Më vjen shumë keq. Po nuk është i barabart ai që luftoj me ato që flen i gjumë. Nuk është i barabart i diturin me të pa diturin. Nuk është i barabart ai që flen me ato që vepron. Zoti ka thënë Kur'an, veproni vepra të mira. Allahu do t'i sheh punët e juaja. Pastaj thot innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariya. Ata që ka bojnë vepra të mira në krijesat më të dashtuna tek Allahu. A dojmë na që të jem krijesat të dashtuna të Zotit? Po, dyshim që po. A dojmë na që të kemi një jetë të mirë në këtë botë, po në botën tjetër? Atëherë angazhohu. E mos u merr me xhelozina. Njerëzit që janë smirxhia, hasedxhi, janë njerëzit që në shoqëri janë batakxhi. Pra merren me punë të hallkut, nuk merren me punë të veta. Kjo është shumë e rëndësishme, që ne duhet të vetësohemi si shoqëri.